Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me mua përsëri është Hoxha Sinan Rushiti, ku do të vazhdojmë pra temën e episodës kaluar, e cila ishte pra smundjet e zemrës, ku folëm pra për ziliën dhe pastaj e lam pjesën tjetër vazhduese, ku sot pra do të flasim për mendjemasin. Para se të fillojmë pra, I falenderojmë gjithë sponsorët të cilët kanë kontribuar pra në këtë projekt të bukur dhe Allah I shpërbleft me gjitha mirësitë e tij. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se u takuam përsëri. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllai Egzon. Pra mirë se takohemi përsëri në këtë projekt të bukur e madhështor, teje të rëndësishëm, e shpresojmë përmes të cilit projekt do të arrijmë kënaqësinë, dashurinë e Allahu te bareke ve teala. Si ti ashtu e udhon, shfrytëzoj rastin që ti përshëndes vëllezërit motrat të cilët japin rëndësi këtij projekti dhe këtyre mesazheve që I përcjellën përmes këtij projekti, përmes këtij podcasti të xhamisë tonë El Fela. Në të kohë shfrytëzoj rastin që të lutem dhe të falenderojmë vëllezërve, motrave, sponsorët të cilët ndihmojnë gjithashtu për realizimin e këtij projekti të podcast El Fela. Allahu I ruajt, I begatoft, I shpërbleft me të mirat e tij në këtë botë dhe botën tjetër, po gjithashtu Allahu shpërbleft edhe ty dhe të gjithë vëllezërit ekipi të cilët merren me këtë projekt që është podcast El Fela. Amin, amin. Hoxh, siç e bëm të ditur pra sot do të flasim pra për mendjemallsinë, cili është një Se kjo na mbet. Do të vazhdojmë pra smundja e dytë, domethënë siç konsiderohet domethënë prej smundjeve të zemrës. Hoxh, si e përkufizon feja mendjemallsinë? Pra, ekzemplem, masi që domethënë fillova këtë themi një lloj të smundjeve të zemrës, prej smundjeve të shumta që I ka zemra, dhe masi që e cekja dhe kemi fol episodin ose misionin të kaluar, folëm për smirën, për zilin, edhe shpresoj se ka arritur e mesazhit e vëllezërit motrat lidhje me këtë smundje të rëndë, të madhe dhe të keqe. Tash do të flasim me mundësitë tona, njohuritë tona dhe disa fjalë, jo se brenda 20 minutave, 30 minutave ne do të kemi mundësinë të bëjmë as shpjegimin të përgjithshëm domethënë të kësaj smundje, po disa fjalë ku qëllimi është në fillim shërimi I zemrave tona, se jonë dhe ti që ju flasim vëllezërve motrave dhe se ne ose gjendja e zemrave tona është në gjendje të mirë. Na falti madhe Allah, na uzoft e na I përmirësoft e na I shërof zemrat tona, por qëllimi I këtij mesazhi ose përgjigje të pyetje të cilat do të parashtrohen, qëllimi është të ruajmë zemrat tona, të shërojmë zemrat tona dhe në të njëjtën kohë të ndihmojmë vëllezërve dhe motrave të cilët vuajnë nga këto sëmundje të rënda shpirtërore, të ndihmojmë që ti shërojnë edhe ata zemrat e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar dhe ka shpjeguar shumë mirë të keqen e kësaj smundje, ose sa e rëndë është për zemrën e njeriut kjo si smundje dhe cilësi e kujt është kjo smundje. Ne e dim shumë mirë se Allahu subhanahu wa taala e urdhroi Iblisin, Azazilin, Abu Harithin, Abu Kurdusin, atë që ka qenë I njohur me emrin para se të bëhet I mallkuar, para se Allahu ta largon prej mëshirës së tij. Allahu subhanahu wa taala kur I urdhron engjujt dhe I cili ka qenë bashk mesin e engjujve, se thuhet siç e përmend Ibn Kathir në librin e tij Al-Bidaya wa Nihaya, se ai ka qenë përgjegjës I engjujve të katit të parë të qiellit. Dhe kur Allahu subhanahu wa taala I urdhron engjujt bashkë edhe me engjujve që t'i bien formë respekti në sejdë Ademit alayhis salam, se forma adhurimi që ne domethënë adhurojmë vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe sejdë I bën vetëm Allahut. Dhe kjo është rasti I veçantë dhe urdhër I veçantë që Allahu e ka dhënë dhe nuk ka mani urdhër të tillë dhe se ne tash në këtë kohë duhet I bëjmë sejdë dikujt tjetër posa Allahut. Jo. Dhe të gjithë fesejdet e melaike ila Iblis. I ranë në sejdë engjujt përveç Iblisit.
fefesakha an amri rabbi. Ai kundërshtoi urdhrin e Allahut te bareke ve teala. Çka e bëri? Çka e shtyni iblisin që ta kundërshton urdhrin e Allahut? Pse iblisi nuk pranoi urdhrin e Allahut? Qala ana khayrun minhu. Kështu shpreh. Se Allah e pyeti, ja iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi. O iblis, çka të pengoi ty që ti biesh në sejdë diçka që kam krijuar me dy dorë të mia? Çka të pengoi? Tash ai shpreh dhe tregon atë që e pengoi atë. Dhe atë që sot na pengon dhe pengon çdo njeri që ti përulet Allahu subhanahu wa taala. Thot ana khayrun minhu. Unë jam thot më i mirë se ai. Mendjemasia. Mendjemasia. Pra e shprehu mendjemasin, shprehu pengesën për realizimin e urdhrit të Allahut. Allahu urdhoi, e urdhri nuk e realizoi. Çka e pengoi? Mendjemasia. Sot falu, s'falem. Çka e pengon? Mendjemasia. Në moment kur robi duhet të adhuron, të madhron Allahun, dhe ai adhurimin, madhrimin nuk e realizon, ai ka mendjemasi dhe posedon një cilësi prej cilësive të djallit waliyadhu billah. Pra, mendjemasia e pengoi iblisin që t'i bjen në sejdë Ademit alayhis salam. Dhe sot mendjemasia i pengon njerëzit që ta pranojnë të vërtetën, ta refuzojnë të vërtetën, ti nënçmojnë, ti përçmojnë të tjerët, ti ofendojnë të tjerët. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mendjemasia është refuzimi i së vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Pra, mendjemasia prish raportin e njeriut e mendjemadhit me krijuesin e tij dhe me krijesat. Njeriu mendjemadh, për shkak të mendjemasisë së tij që e bën mendjemasia, ai tipkuse raportet e tij me Allahun te bareke ve teala. Dhe mos habitemi çka i shtyn njerëzit ose pse njerëzit të mos adhurojnë, pse njerëzit nuk pranojnë lehtë kollaj thirrjen për ta madhruar Allahun, duke ditur se Allahu është krijuesi. Pse çka i çon njerëzit në këtë shkallë, në këtë gradë, në këtë drejtë? Mendjemasia. Smundje për smundjeve më të mëdha të zemrës. Një smundje që e pat edhe iblisi. Dhe në moment kur njeriu duhet ta madhron Allahun dhe nuk e bën, subhanallahu, ai vjen në rangun e iblisit, në këtë situatë, në këtë moment. Pra jo në gjithçka, po në këtë moment. Kur njeriu refuzon urdhrin, refuzon besimin, refuzon të vërtetën, e vërteta çka është? E vërteta është se ka një Zot, një Allah. E vërteta është se ky kozmos, kjo tokë, to qiej kanë një krijues, ai është Allahu subhanahu wa taala. E vërteta është se njeriu nuk është i krijuar nga vetveti ju. Dhe ka dikush që ka krijuar. Formimi i fëmijut në mitrën e nanës, mënyra procesi i zhvillimit të fëmijut në mitrën e nanës, bashkimi i spermatozoidëve, subhanallah, se si Allah Azza ka bërë njeriu të formohet, të krijohet, të lindet, të jeton e të vdesë. Ka një krijues. E gjithë kjo që është një vërtet, një hak, një realitet. Dhe njeriu e refuzon, e mohon, nuk e pranon, kjo është njëri arrogant. Arroganca, mendjemasia. Pra, mendjemasia e bën që ky pastaj ti konsideron të tjerët në shkallë më të ulët, më të poshtër, më dobët, dhe se ky është, dhe se ata nuk janë si ai. Pra, mendjemasia, një smundje për smundjeve të mëdha të zemrës, që ka nevojë për trajtim, që ka nevojë për shërim, sepse wallahi nuk e shpin njeriu për posën e xhehenem. Sepse e pengon, nuk e lën njeriu. Le të jetë kjo një thirrje, vëllai jam e gëzon, për të gjithë ato vëllezër motra, të cilët kanë blokazh, kanë problem në realizimin e urdhrave të Allahut. Që këtë mesazh ta dëgjojnë se në momenti kur duhet falet namazi, dhe namazi nuk e fal, çka të pengon ty? As të lën arroganca, as lën mendjemasia. A mendon si ti i pavarur, dhe se ti s'ke nevojë për Allahun. Mos haro se në këtë moment, këtë situatë, ti i përngjan shejtanit. Waliyadhu billah. Po kemi edhe shembuj të haditheve ku thotë profeti sallallahu alaihi wasallam se ai njeri që ka një grimcë të mendjemasisë nuk do të futet në xhenet. Një hadith që mund të themi duhet me shënu, me varë në mur, edhe me meditu çdo herë.
Çka? Ai men kana fi qalbi mithqal dharra kibr, ai që në zemrën e tij ka një atom i grimës të mendjemasisë. La yashum raihatul janna, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk do ta shijon erën e xhenetit. Subhanallah. Do ta sa e rand, sa e keq është kjo. Ndaj Allahut para së gjithash, po edhe ndaj njerëzve. Ai i cili tregohet me ndje madhe këtë dynja dhe të tjerëve, i nënçmon, i ofendon të tjerët. E i sheh si njerëz të pavlefshëm dhe kështu me radhë. Kanë me hec të tjerët mbi shpinën e atij në ditën e ahiretit. Ai ka me ushtri dhe njerëzit kanë me hec mbi të në ahiret. Ka me poshtërsu Allahu subhanahu wa taala. Po, kemi edhe shembull edhe në Koran, si për shembull te surja Kehf që lexojmë çdo xhumë, po është shembulli mes atyve dy bujqve. Domethënë si krenohet ai, domethënë sikurse është gjithë prona e tij, sikurse gjithë vetë ka ndërtu atën dhe me mendjemasin që krenohet, duke shpreh tjetrin. Duke shpreh te tjetri. Se ai e ka çat, ai nuk e ka. Normal kjo lidhet edhe me lakmin dhe me garat për shtim. Tamam? Kjo normal ka edhe lidhshmëri me surën e Tekathur, që mund domethënë të mirët si argument, por gjithashtu domethënë ku njeriu i lavdërohet tjetrit me atë që ai e posedon dhe tjetri nuk e posedon, që nuk na lejohet neve as në adhurim, po paramendojnë çështjet e dynjas. Pra nuk më lejohet mua ty me thënë un fal më shumë namaz se ty. Do të fshehim këto sende. I realizojmë urdhët e Allahut subhanahu wa taala, por ne nuk na lejohet ta tregojmë atë devotshmëri dhe se ne jemi më të devotshëm se tjerët. Veç asaj ne nuk na lejohet të tregohemi para vëllezërve tan musliman si më të fortë, më të mirë dhe kështu me radhë. Në çështjet e fesë e paramendoj të çështjet e dynjas, subhanallah. Allah i na ruaj. Allah i shpërblet. Amin. Po çfarë ndikimi ka shembulli i profetit sallallahu alaihi wasallam në ndërtimin e porosisë së besimtarit? Pra, kur themi tash porosësia, kemi të bëjmë diçka që është e kundërt të mendjemasisë. E kundërt të mendjemasisë. Pra, masi që tham ose i dam një shpjegim të shkurtër se çka është mendjemasia dhe se është një cilësi djallëzore, atëherë cili është shembulli i porosësisë në jetë praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ne kemi model më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kemi edukator më të mirë, arsimtar më të mirë, shembull më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na mësoi, të cilin Allahu subhanahu wa taala dërgoi të na mëson, të na tregon mënyrën e jetesës dhe se si duhet cilur një besimtar ndaj Allahut dhe ndaj njerëzve. E kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ati të cilit Allahu e garantoi xhenetin. E mbrojti prej gjunave, prej këqijave. Të cilit u dha mundësia të zgjedhë të jetë pasanik apo i varfër, dhe zgjodhi varfërinë. Ati të cilit sikur ti kërkonte Allahut që kudrat t'ia bonte ardh, do t'ia bonte ardh. Ati të cilit i erdhën mushrikët o Muhammed, na trego, me cilën grua duhet që të martojmë, do të martojmë. Pasuri do të japim, a vetëm na le rahat me këtë fe. Na le që ne të jetojmë me fejt tona. Ai i cili tha si kër diellin ma jep një njërin krah, hanën krahun tjetër, që ta la këtë din nuk e la. Kjo shembulli ynë, shembull modeli më i mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Haj të cilit edhe borllokun edhe gjybret ja gjunin mbi shpinën e tij. Ai i cili edhe fëmia nipi i tij e krynte nevojën mbi gjoksin e tij. Ai i cili kur vjen njeriu dhe kryen nevojën në xhamin e tij, dhe reagimet e tij sallallahu alaihi wasallam se si reagon, modeli ai i cili se si silleshte me bashortën e tij, si silleshte me kushin e tij, po edhe me njerëzit me shokët e tij në përgjithësi. Ai që subhanallah sakrifikoi me mish e me shpirt që të tjerët të jenë në gjendje të mirë, ai të vuje. Ai i cili asnjëherë nuk u tregua me një madh arrogant ndaj shokëve të tij ose ndaj të tjerëve. Po, kur bonte tavafin, u tha sahabëve, tha xhineni, tha krahun e djathtë, tha shpaloseni, mos mendojnë tha të tjerët se jemi të dobët si musliman. Ama ndaj vllaut tan musliman, ke parasysh ndaj atij që ka besim në Allah subhanahu wa taala, në Zotin një të vetëm, plot fuqishmin, nuk tregohesh arrogant me ndjemadh, por tregu pa ndaj të tjerëve, nuk na lejohet në asnjë mënyrë arroganca me ndjemasia, por nuk na lejohet ta tregojmë dobësinë. Pra se çdo herë si besimtar jemi
me shpirt, me iman të fort, sepse ne besojmë në të vetmin një Zot Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam modeli ynë më i mirë kur i vjen ai personi dhe e hek për këmishë, desa ja bën gjurmët në qafë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: "O Muhammed, thot shpërnda me drejtësi." Dhe ky është ai khariji ose ai kundërshtari i parë që i dol kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë individuale. E pastaj e kemi në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, në kohën e Aliut dhe kështu me radhë. Pra që e akuzoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për padrejtësi në këtë mënyrë. Pra e hodh çeçun për këmishë, saqë sahabët ishin të reagonin keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kthyi i buzëqeshur. Dhe tha: "Jepni prej pasurisë." Kaq. E kishte mundsinë, mundesh të thotë e shihni merruni me këtë dhe bëni çka doni. Sallallahu alaihi wasallam, ai i cili u ndihmonte i ndihmonte bashkëshortes së tij, ndihmonte në punët e shtëpisë, ai i cili asnjëherë nuk vrau dikë, asnjëherë nuk krei dikë. Tamam? E kemi shembullin kur luftën e Bedrit kur e radhit Safin rendin mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një ditë në xhami u thot sahabëve: "Kujt prej juve thot i kam metën hak?" Çohet njëri thot: "Mu ja Rasulullah." Mu më ke thot hak, sahabët habitën. Mu thot më ke hak. Luftën e Bedrit thot ma kem shu me thuprën në bark thot. Aty i radhit Safin, e ka pas barkin më të madh e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë e prek thjesht me thuprën në bark, po jo se ja kam shu, po thot më ke hak. Çka? Thot me ta mshu. Çish më mshove? Xhamia. Sahabët habitën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpalos barkun thot hajde ec. Edhe ky afrohet, po ka pas qëllimin e tij, me njëri apull barkin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ta shfrytëzon rastin, ta shpreh dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, modeli më i mirë për çdo kë i cili vun nga kjo smundje, ta lexon biografinë sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sjellja e tij me sahabët, me shokët, me njerëzit në përgjithësi, me besimtar e jo besimtar, me besimtar e jo besimtar. Si sillesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët? Cila ishte sjellja e tij? Edhe pse gjithçka i bonin, çfarë maltretimi, por sa bordurim. E kështu duhet të jetë edhe besimtari dhe muslimani. Ta është përmes modelit më të mirë, shembullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne i shërojmë zemrat tona. Edhe e largojmë këtë cilësi gjallëzore nga zemrat tona, duke lexuar biografinë sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah shpërblet. Bashkë me ty. Po cilat janë rrënjët e kibrit dhe mendjemasisë në zemër? Do mundohem të ceki disa, nëse nuk gaboj. Një prej tyre është vetpëlqimi. Vetpëlqimi, kur njeriu vetë pëlqejet dhe i duket veti i tij mirë, e zbukuron djalli vetvetin, duke thënë se më i mirë se ty s'ka. Ti një njeri i fortë, këshire, kret muskuje. Kret muskuje. E bukur je, thot. Ti mundesh që ti punon, ti ke rrogën tane. Ti e thot ai që ushqen vetin tan. Ti shes bukuron. Ti thot ai që ushqen vetin tan. Ti punon për vetin, për familjen tande dhe ti ai që sjell furnizimin. E tash më fund thot ti duhet ti biesh në sejdë dikujt. E pkut. Nuk jam mundson të kupton alu, po unë ishe i dobët, nëse sot jam i fort kam muskuj. Në fillim unë nuk ekzistoisha. E dikush më krijoi mitrën e nënës time. E pastaj linde i dobët. Dhe pata nevojë për prindrit, të cilët do të më ushqejnë, do të më veshin, do të më vgjeshin. E kush i bori të ekzistojnë këto prindër? E pastaj u rita ja sot pak u bona me muskuj. E sot nuk kam nevojë kur nesër muskuj do të më dobësohen dhe përsëri i trupi do të më dobësohet dhe do të kem nevojë për kujdesin e fëmijëve, se dikush do të duhet të më ushqejnë në moshën 70-80 vjeçar, kur do të smurem, kur do të bëhem invalid. Pra, vetë pëlqimi, kur njeriu e sheh vetin, e pëlqen vetin e tij, dhe sheh vetin e pavarur, dhe s'ka nevojë për Zotin e tij, dhe e bën që ky në jetë, mos t'i realizon urdhët e Allahut subhanahu wa taala, po gjithashtu edhe ky vetë pëlqimi e bën që ky të mos sillet mirë me njerëzit.
Tamam, ato njerëz edhe normal njerëzit pastaj largohen prej këtyre lloj njerëzve, vet pëlqym. Njëri që vetëm vetjen e shef i mirë. Fjalët e tij janë vetëm të mira, muhabetet e tij janë vetëm të mira, teshet e tij janë vetëm të mira, trupi i tij është vetëm i mirë, familja e tij vetëm ky. Të tjerët nuk bën gjë kur cekën, kur përmendet të tjerët nuk janë të mirë. E vet pëlqimi është një gjë e keqe. Pastaj mos njohja, mos mirë njohja ndaj begative ndaj të mirave të Allahut te bareke ve teala. Kur njeriu nuk i njeh të mirët e Allahut subhanahu wa taala, i haron, edhe nuk shpreh mirë njohjen, i haron këto sende, i haron thjesht ushqimin, shëndetin, familjen, pasurinë, jetën, gjithçka që ne sot e shfrytëzojmë, që është malli i dikujt, i Allahut, Allahu e ka dhënë, e njeriu nuk i njeh këto gjëra. I haron, e bën që njeriu të tregohet mendje madh. Domethënë, dhe Allahu te bareke teala, me siguri pa pikë dyshim se ka edhe gjëra tjera që mund të cekën rreth kësaj, po për moment nuk më kujtohen. Pra, ka shkaqe faktorë të ndryshëm që e bën njeriu mendje madh. Pra, veçanërisht tash kur njeriu nuk ka adhuron Allahun, pa pikë dyshimi e ka mendje madhsin. Po pse njeriu të jetë mendje madh që mos ta adhuron Allahun subhanahu wa taala, sepse ai posedon cilësi djallëzore. Posedon cilësi djallëzore, edhe kështu që njeriu e merr makamin e shejtanit, e merr atë pozitën e shejtanit. Edhe i bën veprime gjithë një që i bën shejtani. Sot mendje madhsin, nesër zilin, më në fund vetëm që dallon nga shejtani, nga fizionomia, nga pamja. Përndryshe të gjithë cilësitë të cilat i posedon çaj djall, i posedon edhe ky njeri. Pse? Sepse i refuzoi urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu të shpërbleft. Bashkë me ty, bashkë me ty. Edhe pyetja e fundit sot për mua është mendoj se që normal nuk duhet të pyetje fytyrë ka shumë po ka shumë po do ta përmbyllim, pastaj do të vazhdojmë me domethënë me probleme të tjera, domethënë që edhe pse ka shumë smundje po. Si se nuk mundemi ti përfshim të gjithë edhe të cekim gjithë, po shumë pak shkurtimisht që të jetë një mesazh për këtë emision. Qëllimi domethënë mesazhi të shkojë te vëllezërit dhe motrat. Hoxh, si mundet të jetë një person modest pa rënë në dobësi, domethënë pra të jetë i përulur por i fortë. Përullësia ose themi kështu, njeriu për të jetë i fortë dhe për të jetë i mirë, për të jetë i devotshëm, nuk do thotë që njeriu duhet të shtrihet për toke, siç e bëjnë sufide ose fraksione, grupe njerëz të devijuar, shtrihen për toke, në atë mënyrë ta tregojnë atë përullësinë për 1 minutë, 2 minutë, 5 minuta, pastaj bëjnë gjithçka që bëjnë. Ja. Njeriu duhet ta kupton madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Por mos të jetë njeriu mendje madh. Dhe që do ta pengon mendje madhsinë, të ndikon zemrën e njeriu, kur njeriu ta kupton madhështinë e Allahut dhe ta kupton dobësinë e tij si krijesë. Kur njeriu e kupton madhështinë e Allahut, se sa i madh është Allahu, forcën e tij, subhanallahu përgjithësi, kur thënë madhështia e Allahut subhanahu wa taala duke përfshirë të gjithë, pak kufizuar Allahun subhanahu wa taala, e kur njeriu të mendon pak në krijuesin e tij, në cilësitë e tij, në emrat e tij, në madhështinë e tij, në forcën e tij, në mbikëqyrjen e tij, e kur ta shef vetveten, kush është? S'ka qenë, ka ardhur, do zhduket, sa i vogël është, sa i dobët është. Një gisht me i dhënë. Krejt mallën e çon në kam, gishti, një smundi e vogël me kap, zdin kat jaman, sa i dobët është njeriu, që ka nevojë 10 herë, 20 herë në ditë hyjë nevojtore për të shmërradhe, ta nxjerrë pa pasrëtin fllësinë e tij, që ka nevojë çdo herë dikush t'i ndihmon ta çelë derën e nevojtores, ose për tyre që nuk mund televizion. Pra sa i dobët është njeriu, khudi ka nisën dhaifa, sot Allahu Kur'an njeriu është i krijuar i dobët. Pra njeriu kur mendon në madhështinë e Allahut dhe në dobësinë e tij dhe për varësinë e tij për krijuesin e tij, kjo nuk i lejon zemrës së njeriu që të ketë kibër në zemrën e tij. Ama kur njeriu haron madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, e haron se nga i vjen nafaka, furnizimi, shëndeti, jeta, vdekja, gjithë sende, dhe haron se në momente, tash jemi shëndosh, por s'dim pas të kur dalin për këtu, se s'dim atë do mundemi ta kryjmë këtë emision, dhe çka mund të na ndodhe, dhe se mund të paralizohemi, mund të hupim krejt forcën, një nerv, ta u bllokum krejt, u krypuna, çka? Nervi, haq. Një nerv në blokohet, qafën su në lëvizim. Një nerv në blokohet, kamët, medisin su në lëvizim. E subhanu, kur njeriu e haron këtë, e haron madhështinë e Allahut subhanahu taala, dhe haron dobësinë e tij si krijesë Allahut, dhe se ai në çdo minutë, sekond është i varur për krijuesin e tij, ky njeri bëhet mendje madh. Bëhet mendje madh,
Edhe ti thu, subhanallah, e shef thu, ha ila hawla quwata illa billah, ha është normale kjo? Dhe kjo s'ka ndodh me vëllezërit, motrat në përgjithësi. Thu, është kjo normale? Nuk është normale, por haresa e ka bë që këto ta ndjejnë veten kaq të mëdhej edhe pse janë kaq të vogël. O njeri që u krijove nga asgjë, nga askush, ose se në thjesht nuk ekzistonje. Dhe që Allahu e boni përmes bashkimit të spermatozoidit një lëng i papastër që e ka kriju Allahu dhe ka bërë që të ekziston trupi i njeriut. E ti të krijohesh sot, të ekzistojsh. Allahu të t'japet hasht, pisht, kesh një pak pasuri. A ti arritet të tregohesh me ndje madh dhe Allahu te bareke ve teala? Ma gharrake bi rabbikal karim. Çka shtyni ty që ti të tregohesh me ndje madh ndaj Zotit tënd dhe të kthesh shpinën e Zotit tënd. Ja el insan, e kështu Allahu i drejtohet njerëzit, o ti njeri. Pra kur thot Allahu o ti njeri, musliman jo musliman, gjithë. Ma gharrake bi rabbikal karim. Pse ti ja kthen shpinën e Zotit tënd? Pse ti tregohesh me ndje madh ndaj Zotit tënd? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ai që ty të krijoi, ai që ty të dha fizionomin pamjen tënde, ta dha jetën tënde, dha shëndetin, në gjithçka, ta mundsoj të martohesh, e gjithë i kesh. Pse ja kthen shpinën e Zotit tënd? Pse ka shumë i dobët? Në esencë që ti je i dobët, pa çmë i dobët tregohesh. Haron se nëse vetmohesh në varr, bohesh ushqimi i krimbit, edhe të kimë u qelp, era ka me të ardh. Nëse vdes, nuk të majnë ma shumë se 2 orë, 3 orë në shtëpi, për shkak erës së keqe, e sot ti po tregohesh me ndje madh. Mos të harrojmë madhështinë e Allahut. Mos të harrojmë dobësinë tonë, si krijesa. Mos të harrojmë se ne jemi askush. Dhe se ne, siç ka thënë Imam Shafia, trupi ynë është bërllok. Pse bërllok? Se me daljen e shpirtit, masi i vjen era trupit ton, gjë që i vjen era e keqe është bërllok. E subhanallah, po ne po tregohemi me ndje madh dhe Allahu subhanahu wa taala na falti madhi Allah e na uzoft. Amin, amin. Allah i shpërbleft hoxh. Amin, amin bashkë me ty e gëzoni Allah. Shpresoj që do të shihemi inshallah episodin tjetër ku do të vazhdojmë pra dhe me probleme tjera, domethënë me smundje tjera të zemrës dhe do ta cekim pra se si arrim deri te shërimi i zemrës. Na mundsoft i madhi Allah, dhe na mundsoft që të flasim edhe të vazhdojmë me biseda të ndryshme dhe pyetje rreth këtyre smundjeve, se me të vërtet edhe më parë po edhe tash kemi nevojë për biseda të tilla, sepse zemrat tona kanë nevojë për trajtim, kanë nevojë për shërim, dhe nëse flitet sa më shumë për këto farlloj smundje dhe tema, me të vërtet hiç prej 100%, 5%, 10% do të ndihmojnë në trajtimin dhe shërimin e zemrave tona. Allah i shpërbleft hoxh. Shihemi inshallah herën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.